Murtaja e ruminantëve është rikthyer në qarkun e Shkodrës pas afro një viti, këtë herë duke prekur njësinë administrative Dajç. Ministria e Bujqësisë ka urdhëruar vendosjen në karantinë të zonës në një perimetër prej 3 deri në 10 kilometrash. Rasti i parë për këtë vit është konfirmuar në fshatin Mali i Gjymtit në Dajç, ku rreth 20 krerë dele në pronësi të fermerit Sokol Vola janë ngroposur, ndërsa pritet azësimi i 60 krerëve të tjera për të parandaluar përhapjen e sëmundjes. Thonë që ka dalë smunje, e do të azësohen atë që thonë. As kam ble, as kam shit, as kurrisa në mbët. Dele ka konti vetat e vata këta, po jo se kanë pas kontakt. Fermeri shpreh se dëmi ekonomik është i konsiderueshëm, duke llogaritur humbje deri në 15 milion lekë të vjetra. Sa dëmton gjithsa dush, po kam i jetë me ta. Me shtua me i va. 10 milion, 15 milion. Po i ikin cinza, i ikin berra, i iku tomële, i iku gjithë shka. Autoritetet dyshojnë se mund të ketë edhe raste të tjera të murtajës tek bagtit e imta, ndaj pritet të kryen inspektime dhe analiza të mëtejshme. Përveç zonës së Dajçit kanë nisur kontrollet edhe në zona të tjera për shkak të rrezikut të përhapjes së sëmundjes. Murtaja e ruminantëve është një sëmundje që prek kafshët, por nuk transmetohet tek njerëzit.